Andrej Kryetar, natyrisht që autoriteti kosovar i konkurencës është një prej themashtu agjensive të pavarura më të rëndësishme për sa i përket rregullimit të tregut në përgjithësi, veçanërisht rregullimit të konkurencës në treg. Mirë po, në këtë drejtim mendojmë që institucionet e Kosovës shpesh herë edhe kanë anashkaluar rëndësinë e këtij autoriteti, me apo pa qëllim nuk e di. Këtu e kam fjalën veçanërisht për ekzekutivin i cili vazhdimisht i ka rezistuar themashtu kërkesave të këtij autoriteti për hapësira më të shumta, për një buxhet më të mirëfillt dhe mundësi më të mëdha për të punuar, gjë që deri tash nuk janë realizuar siç e dimë gjithë, por këta vazhdojnë të mbesin në 2 apo 3 zyre që i kanë në ndërtesën e Kuvendit të Republikës Kosovës, dhe në ato zyre shpesh herë na kanë thënë sa që jemi takuar me ta qoftë përmes shqyrtimit të raportit apo kur i kemi takuar për monitorim të zbatimit ligjit, kanë thënë se ato zyre nuk mjaftojnë. Dhe ne vërtet deputetët e komisionit i kemi vizituar ata dhe kemi parë që ato zyre nuk është se janë zyre të mjaftueshme për ta. Mirë po as në këtë raport dhe as në raport të kaluara kjo autoritet ku nuk ka treguar se çfarë zyre dhe për cilat departamente do të ishin të nevojshme ato zyre. Pra çfarë zgjerimi ju duhet, sa numri stafit ju duhet dhe për çfarë çështje tjera kanë nevojë. Pra, një lloj detajizimi të kërkesave të tyre është i domosdoshëm në mënyrë që pastaj ta kemi mundësinë edhe ne që të ndihmojmë. Një çështje e dytë është shumë e rëndësishme në këtë drejtim është ato që e përmend edhe ju zoti kryetar, pra mosplotësimi i bordit, i cili po zvaritet tash në kohë, me sa kamon informata, edhe këto nuk janë të verifikuara, po me sa kamon informata, intervistime tashmë kanë përfunduar dhe lista po pret diku në sirtarët e qeverisë për të udhëzuar në kuvend për ta plotësuar bordin. Ne nuk e kam të qartë pse nuk ndodhi. Po pse nuk plotësohet ky bord në mënyrë që t'ia mundsojmë që të punojnë ashtu siç kanë shprehur disa herë vullnetin të punojnë. Dhe një çështje tjetër që dua ta ngres këtu përkundër këtyre të shumtave që u than këtu, për shembull për vitin 2012 kemi nga raporti mund ta kuptojmë se nuk ka ndonjë lloj përparimi në zhvillimet edhe aktivitetet e autoritetit krahasuar me vitet paraprake. Po gjithë jemi të vetëdijshëm që ky është një autoritet i ri dhe si i tillë ka pas disa vitet e inicimit, them ashtu, kanë qenë natyrisht të vështira. Mirë, po këtu e kemi një paradoks tash. Autoriteti ka qenë shumë më aktiv në vitet e para të themelimit sa që është tash kur e ka bërë një lloj përvoje. Dhe në këtë drejtim konsideroj që kjo është pa kuptim për shkak se kushtet e punës natyrisht që kanë qenë të njëjta si atëherë dhe sot nuk janë përmirësuar, mirë po aktiviteti i autoritetit të konkurrencës e veçanërisht hetimet dhe dënimet që i kanë shprehur këta për shkelje të ligjit për konkurrencë kanë qenë më të shumta në vitet paraprakës sa që janë gjatë vitit 2012. Dhe kjo është një gjë që është pa kuptim. Pra hetimi i fundit serioz që kanë bërë autoriteti ka qenë ai bankave i cili përfundoi ashtu siç përfundoi pa kurfar vendimi dhe prej atëherë domethënë nuk ka pas ndonjë aktivitet të shtuar të autoritetit, gjë që konsideroj që është një mangësi dhe një dëm i madh për tregun e Kosovës, veçanërisht kur i kemi parasysh këto tendenca të qeverisë për monopolizim të tregut në disa aspekte që kanë ndodhur gjatë vitit 2012, për përsëris pra privatizimi i kompanisë kosovare për distribuim që monopolizon tregun e furnizimit me energji elektrike, pastaj vendimi i Ministrisë së Elektrisë dhe Industrisë për ndalimin e importit të cementos që ka ndodhur gjatë verës së vitit 2012 që po ashtu në farë mënyrë monopolizoi tregun e cementos e kështu me radhë ato aspekte tjera. Pra në këtë drejtim mendoj që autoriteti është dashur të jetë shumë aktiv në mënyrë që të vlerësoj këto çështje dhe tash për shembull edhe ta kemi një vlerësim të këtij autoriteti për ligjin për produktet dhe tregtinë me naftë, i cili është akuzuar nga shumë biznesmenë që merren me tregtinë e naftës që krijon monopol në treg dhe për cilin autoriteti do duhet të jepte një vlerësim paraprak. Faleminderit.